gjatë dhe prapë është një humbje nga ato që nuk kalon. E një imagjinoni një vajzë si Eliona, që sa po ka kaluar adoleshencën, dhe të ketë një humbje kaq të madhe, dhe të dy fisht, nënën edhe motrën. Janë nga ato humbje që shënjojnë jetën tënde. Edhe gjithmonë nga ato mungesat që nuk do të mbushen më kurrë. Megjithatë, unë shpresoj që Eliona të bëhet sa më e fortë. Ajo që kam kuptuar unë është që dhimbja është aty, po thjesht mësohesh të jetosh me të gazim. Sa dua dhe prej teje një koment, sepse e thash edhe më herët, nuk është që gjithë ne kemi pas edhe jetë lehtë. Dikush ka humbje më të thella, më të rënda, dikush më pak, po gjithsesi na prekin thellë në zemër. Normal që u preka për rastin e Elionës, unë e kam ditë edhe për jashtë, po edhe unë kam hup 3 persona shumë të rëndësishëm të jetës, edhe gjithashtu jam rritë edhe unë pa mamë. Ama kom pas dashnin e krejtve, kështu që e kuptoj shumë mirë. Ajo që ka është për të duar trokitur, është se sa të forta gjithë se cili për ju shqimi aty, sepse jo të gjithë dhe publiku a den historit, edhe dhimbjet në për cilat kalojmë. Por edhe një gjë tjetër që është me rëndësi është që të keni dashrin mes njëri tjetrit. Dhe prandaj, ndonjëherë, disa gjëra nuk preken edhe nuk thuan aty në brenda formatit, sepse nuk ja dim as njëri tjetër. Mundoni ta respektoni këtë. Klodi. Nuk mund të flas. E kuptoj. E kuptoj. Kur dhe që t'jesh gati? Dini Ibro ka diçka me thonë. Nia jo. Ibro? Dhe është ta veç me eshtu që unë edhe para dhe dite e kumë cek, na jena të privilegjum që jem këto se cilë pe neve në këtë shpi, se cilë e kena një qëllim edhe një vizion ku dojna me më rritë se cilë pe neve, edhe keni moment